namazin natës. Allahu alem, por për shkaqeve, pse është ngrit kaq shumë, kaq i blef shumë. Namazin natës, që kanë thënë shumë ulema, është se namazin natës është larg rjas, sy e faqësisë. Është ibadet që nuk duket. Tamam nuk duket. Sikur sa atje për agjerim njëri prej komenteve, prej kuptimeve që kanë thënë ulemat tek fjala e Allahut, hadith kutsi, e saumu li agjerimi është për mu, dhe është për blej për te, kanë thënë se agjerimi është ibadet që njëri më në marrë më sheft. Dhe nuk e di njerëzit. Dhe ka ndodhur 50 vjetë periudhën komuniste, ka pas njëri i cili ka majtë Ramazanin, ka gjohë në file, në të më dha këtë ju korë, po ishte ka ditë. është do të me konë pak i meqme, pak dinak, me ditë më gjinë, ka pak. Arri në majtë më sheftë. Pa namazën së më në manë më sheftë. Se dohet me ra më qu, dohet me trup, me vepru. Namazin natës është largë rjas. është largë rjas. Dhe është me afer sinceritetit. Sepse nëse që është më falë, këmë që është për Allahum. Për qa që është më falë natën? Për qa? Për dire sa në gjami, më nëshë me arbet pa dikush, ose të merë dikush me zërë, ose mi pështu do mëngeseve dhe vrejtjeva, runa zëtë. Ose më kalëzu që je bërri mirë. Ka mundësi. Ka mundësi. Rjaja është e udhë bila shirk i vogël e shumë indishëm shëriat. Dhe këtë është dhe njeri e ka një farë. Lakmije, po do të me liftu këtë, muslimani me liftu, e udhë bila, me kërku për Allah të me në mbërojtës. Ta në kemë diska që në helë në rënë edhe të muzë ka pak. Të falu ma mirë se ki gjemate, falu ma ka dale. Më në me dojnë saftë pare, më në pak më kalëzu që jema musliman. Shejton është e nuk le rahat. Le. E natën që ka. E natën është të berë. Berë me se për budalë, berë se marove. Se ki punë shumë ditën, berë. Ska që të thëtë të samë. Andaj është më largë rjanë, është më afer i khilasit. Pastaj kanë thonë, natën është hudu, është qëtësi. Njeriu është largë angazhimeve ditore. Ditën më le shpejt falu, hala pa hi namazë, e kryu një punë se kryet me telefon të hinë gjami. Me telefonat të folë, të bo kamet. E vanën të këbirin fillësar, ti kre qatat të mënu të folë me njeri ashtë. Që bje kja? Ke bje se namazën shumë herë për e krymë veç që e kemë barqë. Pra, për e krymë e trup, e me menë ku? Ku me menë? Ku? Me menë që ti ku kemë për para jashtë, para se marë në gjami. Angazhimi malë, të lashët më të lashët më. Preokupime natën qëtë, s'thjerë kërkosh, s'ke punë, s'ke angazhime, s'mirësh me kërqë. Ja kushtën Allahu të. Të bareke wa ta'ala. Andaj krejt kjo, ka vlerë të mabët e Zotë, që muhet shumë, doke mos harru sabrën e ma, të gjafa gjenubuhum anil me dhajgje, dhe una rabba më khafën vë tama, o me rëzëkna më fikum. Nuk është lehtë më që natën për i shtratit, të të ngrej shtratit. Ngrej ka një farë energji, një magnetizm, një forë si magneti që ngrej hekrin. E të thuj, qo. Po këtë gjihad e nefësit, këtë e pagun Zotë të shumë, e prisha e gjumë. Ka banat madhe namazin natës.